para se shkojmë të kushtetusja, është hedhë në diskutim edhe kërkesa për rivotim, duke i marë parasysh këto manipulime. Është legjitime si ide? Për mu, unë e besoj, është një thanje latine që thot çka ka lind e deformume, ka me mbet e deformume. Për mu, unë i kisha përsëri zgjedhjet komplet. Pse? Ne kemi pa që në ka bërë manipulim monumental, industrial i votave. Tash këta për arsytojnë, po thoi, po këta e në vjedhë nërmet vjeti. Na nuk munëm me legalizu prytin, krimin e dikujt me faktin që është vjedhë vesh për me votave. Por keqpërdorimi nuk është maj madhi në vota. Keqpërdorimi maj madhi është mblerjet votave që kur nuk munëm i nëzona. Na gjithë e dim që ka situata ku janë dhonë 10-15.000 euro personi saktum, edhe ai shkon agjiton këtë katunin, veç edhe këtë runë, tash e kom një muhabet, i ka marrë do të hola, një person, edhe ka shku kretë trit, i ka thonë veç edhe që tërë mës ma prishni, se ja kom premtu votën këti. Në thotë, kjo është ndikim në vullnet, kështo, ndikim direkt në vullnet. Ndikim direkt nëse i thullu dikuj mës ma prish, votoj e final deputetit. Sidomos të një shoqëri patriarkale, ku zoti i shtëpis e ka një autoritet pa kontestushëm të tritë. Pra, ju po e kontestoni rezultatin zgjedhor edhe pas i renumrimit, duke marë parasysh që tash mund konsiderohen deri diku... Unë nuk jam ai që muj me kontestu rezultatin... Ideja është që mund konsiderohet rezultati sakt duke ju heq këtu votë, ose duke ju shtu kandidat dhe ashtë. Unë nuk jam ai që muj me kontestu, asë po du me kontestu, unë vesh për ngrisë si qashtje që blerja e votave është fenomen edhe maj keq se bjedhja e votave, edhe kylloj manipulimi në fund e bjen një rezultat që nuk e pasqyron